7 vende në shtëpinë tuaj që tërheqin varfëri dhe rënim nëse mbani para brenda tyre. Përshëndetje miq, mirë se erdhet në këtë video ku do të flasim për diçka që duket e thjeshtë, por që sipas mësuesve të lashtë budist dhe parimeve të energjisë universale, ka ndikim të madh në rrjedhën e pasurisë në jetën tonë. Shumë njerëz pyesin, pse paratë nuk më qëndrojnë? Pse sapo vinë, ikin shpejt? Pse ndihen gjithmonë në mungesë, edhe kur punoj shumë? Sot do të shohim një koncept të lashtë, mënyra dhe vendi ku i ruajmë paratë fizike në shtëpi ndikojnë drejt për drejt në energjinë financiare që tërheqim. Kjo nuk është magji, por një kuptim i thellë i balancës energjetike, siç mësonin mësuesit e vjetër budist, gjithçka është e ndërlidhur, mendja, trupi, shtëpia dhe pasuria. Paratë nuk janë thjesht letra ose metali, ato mbartin energjinë e punës sonë, të synimeve tona, të vlerës që krijojmë. Kur i vendosim në një ambient që ka energji të caktuar, ajo energji ndikon te ne dhe te mundësitë që na vijnë. Në këtë video do të shohim 7 vendet më të rrezikshme, vendet të ndaluara ku nuk duhet të mbani kur para në shtëpi. Pastaj do të flasim ku duhet t'i mbani dhe si të krijoni një ritual të vogël për të tërhequr begati. Le të fillojmë. Pika 1. Në ndyshe. Vendi i parë dhe ndoshta më i zakonshëm, në ndyshe. Sipas mësuesve budist, krevati është vendi i pushimit, i rigjenerimit të trupit dhe shpirtit. Është koha kur trupi ynë shërohet, mendja qetësohet dhe ne rilindim çdo mëngjes. Ky është një ambient i pastër, i butë, i qetë. Kur vendosim paratë në ndyshek, ne i përziejmë dy energji krejt të kundërta, energjinë e qetësisë dhe relaksimit me energjinë e stresit financiar, shqetësimit për para, frikës se po mbarojnë ose duhet të kursejmë më shumë. Rezultati? Shumë njerëz që i mbajnë paratë aty raportojnë gjumë të keq, ëndra përpara ose humbje, ankth financiar natën. Është sikur pesha juaj fizike shtyp paratë dhe në nivel energjetik, paratë shtypen nga pesha e shqetësimeve tuaja të përditshme. Imagjinoni, çdo natë flini mbi pasurinë tuaj duke e shtypur me trupin tuaj. Kjo krijon ndjesinë se paratë janë të rënda, të vështira për t'u mbajtur, të shtypura nga jeta juaj. Në vend të kësaj, paratë duhet të kenë hapësirë për të marrë frymë, për të qarkulluar lirshëm në energjinë tuaj. Mos i vini në ndyshek, ky është një nga gabimet më të mëdha që bën njerëzit pa e ditur. Pika 2. Në dollapët e kuzhinës. Vendi i dytë, dollapët e kuzhinës, pranë ushqimeve, enëve, erëzave. Kuzhina është qendra e transformimit dhe konsumit në shtëpi. Ushqimi vjen këtu, përpunohet, konsumohet, kthehet në energji për trupin ton. Është vendi i avullimit, gjërat hyjnë, shndërrohen dhe ikin. Kur paratë ruhen këtu, energjia e tyre lidhet me këtë cikël konsumimi të shpejtë. Paratë priren të avullojnë njësoj si ushqimi, vinë, shpenzohen shpejt për nevojat e përditshme dhe nuk krijojnë qëndrueshmëri afatgjallë. Mendoni për shembull, ju hapni dollapin për të marrë oriz ose vaj dhe shihni edhe paratë. Mendja juaj e lidh pasurinë me ushqimin e menjëhershëm, me nevojat e urgjencës, jo me rritjen e ngadaltë dhe të qëndrueshme. Në traditat e lashta, paratë duhet të trajtohen si fara, duhen mbjellë në tokë fertile, jo në vendin ku gjërat konsumohen çdo ditë. Nëse doni që paratë të rriten, largohini nga kuzhina. Pika 3. Në banjë. Vendi më i keq nga të gjithë, banja. Banja është simboli i pastrimit dhe eliminimit. Uji i rrjedh merr me vete papastërtitë, mbetjet, gjërat që nuk na duhen më. Është vendi i shpëlarjes së energjisë negative. Sipas parimeve të lashta, mbajtja e parave në banjë është si të thuash në mënyrë të pavetdijshme, unë dua t'i hedh këto para, dua t'i eliminoj. Uji i rrjedhës merr me vete bollkun dhe kjo shpjegon pse shumë njerëz që i mbajnë paratë pranë lavamanit ose në dollapin e banjës kanë ndjesinë se paratë rrjedhin larg tyre, fatura papritur, shpenzime të papritura, humbje të vogla që grumbullohen. Ky është një nga vendet më të forta të ndaluara sepse energjia e ujit është shumë e fuqishme, ajo pastron, por edhe merr me vete. Mos e vini kur pasurinë tuaj në një vend që simbolizon largimin dhe eliminimin. Pika 4. Pranë pajisjeve elektronike. Pika e 4. Pranë televizorit, kompjuterit, ruterit, kablove, kudo ku ka valë elektromagnetike.
Këto pajisje lëshojnë një fushë energjie kaotike, të shpejtë, të fragmentuar. Është energji e nxitimit, e shpërqendrimit, e stimulimit konstant. Kur parat janë pranë tyre, energjia financiare bëhet e njëjtë, impulsive, e shpejtë, pa qëndrueshmëri. Njerëzit që i mbajnë parat afër ekranit shpesh bëjnë blerje impulsive online, shpenzojnë nga emocionet e momentit, ndjejnë stres financiar nga lajmet negative ose reklama. Në nivel më të thellë, kjo valë elektromagnetike krijon zhurmë në fushën tuaj energjetike dhe parat duan qetësi, rend dhe fokus për të tërhequr mundësi të mira. Largorini nga elektronika për të krijuar paqe financiare. Pika 5. Në papafingo ose vende të larta. Papafingoja, ose çdo vend shumë i lartë dhe i paarritshëm, është varreza e gjërave të vjetra, të harruara, të mbetura pas. Kur parat vendosen aty, ato bëhen të paarritshme, jo vetëm fizikisht, por edhe energjetikisht. Ju harroni për to, ato harrohen nga qarkullimi juaj i përditshëm dhe lidhja me pasurinë dobësohet. Është sikur t'i dërgoni parat në një jetë paralele, ato ekzistojnë, por nuk ndikojnë në realitetin tuaj të tanishëm. Në traditat e lashta, pasuria duhet të jetë e lidhur me jetën tuaj aktive, jo e fshehur në errësirë dhe pluhur. Pika 6. Në garazh. Garazhi është vend tranziti, hyrje-dalje e shpejtë, makina vinë e ikin, gjërat kalojnë përkohësisht. Parat këtu marrin këtë energji kalimtare, nuk qëndrojnë gjatë, hyjnë e dalin shpejt. Shpesh lidhet me shpenzime të detyruara, riparime makine, benzinë, emergjenca rrugore. Nëse doni që parat të qëndrojnë dhe të rriten, mos i vini në një vend që simbolizon kalim dhe largim të shpejtë. Pika 7. Në sirtarin e zyrës ose tavolinës së punës. Edhe pse duket logjike, ky është vend stresi, afate, probleme, telashe, presion pune. Parat aty thithin këtë energji negative, shihen vetëm si mjet për të zgjidhur probleme, jo si burim lirje, bollku dhe gëzimi. Në vend që të tërheqin begati, ato bëhen zgjidhje problemesh dhe kjo kufizon potencialin e tyre. Pasuria duhet të lidhet me frymëzim, jo me stres. Ku duhet t'i mbani parat dhe rituali. Tani le të kalojmë te zgjidhja. Vendi ideal është një hapësirë e dedikuar vetëm për parat, një kasafort e vogël cilësore, një kuti speciale, një sirtar i fshehtë por i pastër. Përdorni materiale natyrore, druri, për rritje organike, qeramika, për qëndrueshmëri, bambu, për fleksibilitet dhe tokësim. Mbajeni vendin gjithmonë të pastër, të organizuar. Vendosni pranë simbole begatie, një bimë të shëndetshme, kristale si piriti, guri pasurisë ose citrina, guri bollkut, rituali i vogël. Çdo herë që prekni parat ose i shtoni, thoni një falënderim të thjeshtë. Faleminderit për bollkun që më vjen, jam i hapur për më shumë. Kjo krijon një lidhje pozitive dhe hap dyrë për mundësi të reja. Mesazhi përfundimtar. Miq, energjia është e rëndësishme, ajo hap dyrë dhe krijon mundësi. Por suksesi financiar i vërtet vjen nga disiplina, punë e zgjuar, vendime të matura dhe aftësia për të krijuar vlerë për të tjerët. Energjia pozitive ju ndihmon të shihni mundësitë, por jeni ju që duhet të veproni dhe të ecni përmes atyre dyrëve. Provoni ta ndryshoni vendin e parave tuaja sot dhe shikoni si ndryshon ndjesia juaj financiare në javët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, lëreni një like, abonohuni për më shumë përmbajtje mbi energji, mendim pozitiv dhe zhvillim personal. Faleminderit që ishit këtu, ju uroj bollëk dhe qartësi në çdo hap. Shihemi në videon tjetër.